paguan 400 euro qira në Tiranë? Le të shohim realisht se çfarë po ndodh me ato para. 400 euro në muaj janë 4800 euro në vit, dhe çdo muaj po paguam pronën e dikujt tjetër, jo tënden. Tani nëse do të krahasoje tregun aktual, do të kuptonim që sot në shumë zona të Tiranës një apartament mund të blihet me kredi dhe kësti mujor mund të shkonte nga vlera 650 deri në 700 euro në muaj, në varësi të vlerës dhe të parapagimit. Pra diferencat në rastet e një qiramarrje janë minimale, por ndryshimi në fakt është shumë i madh. Në qira, para do të iken dhe nuk do të kthehen më. Me kredi, çdo pagesë që bën shkon drejt pronës tënde dhe është një kapital i shtuar në vlerën aktuale të pronës. Ka dhe një detaj që shumë njerëz e harrojnë. Çmimet e apartamenteve në Tiranë kanë qenë gjithmonë në rritje të vazhdueshme. Kjo do të thotë që nëse pret shumë mundësi do të blesh një pronë që do të jetë më shtrenjtë se sa ajo që ti e shikon sot. Ndërkohë që nëse hyn sot në treg, jo vetëm që siguron pronën tënde, por përfiton edhe nga rritja e vlerës së saj me kalimin e kohës. Le ta themi thjesht, qiraja është shpenzim dhe prona është aset. Në 5 vite 24.000 euro qira kanë zero kthim investimi mbrapsht. Në 5 vite kredi ke ndërtuar një kapital për veten tënde. Pyetja që duhet vazhdosh të bësh është a do vazhdosh të paguash dikë tjetër apo do fillosh të ndërtosh të ardhmen tënde. Nëse je interesuar sot të blesh apartamente 1+1 me kredi në zonën e Onazës së Re, komento kredi në koment dhe unë do të dërgoj të gjitha pronat aktive për shitje dhe cilat realizohen me kredi.